Dhe me këta argument, do të kemi në këto momente zotin Gzim Hoxha, ekspert i sigurisë rrugore. Përshëndetje zoti Hoxha. Përshëndetje. Si e vlerësoni në tërësi këtë paketër e masash, sa i takon sigurisë rrugore? Jo, nisma shumë mirë, në fakt, por u desh që ata dy engjit ta zgjoni parlamentin. Pra, në vitin 2025 ne kemi pasur 200 persona që kanë humbur jetën. Dhe parlamenti jonë fleti gjumë të rëndë mandje. Pra, kjo nuk është normale. Ne parlamentin e kemi permanent, është gjithmonë i mbledhur dhe duhet të funksionojë dhe të ndryshojë ligjet sa herë që situatat përkeqësohen, forcohen ose dobësohen. Pra, këtu është për të ardhur keq. Dhe tashmë unë me këtë nismën e tyre jam pjesërisht dakord, jo plotësisht dakord, është pozitive që ta kanë marrë një nisëm, por nuk është e mjaftueshme kjo nisëm. Dhe më nuk më duket shumë e goditur. Nuk më duket shumë e goditur sepse thuhet që kur një person kapet në mënyrë të përsëritur. Po nëse një person për herë të parë dehet, se ajo që thuhet deri në 0.5% alkool do të jetë të qarkullosh me automobil në gjendje të dehur. Pra nëse për herë të parë ky drejtuesi i automobilit është me 5% alkool i dehur dhe na vret një 10 veta që i kap në rrugë përpara. Çfarë do themi? Presim që të vijë hera e dytë që t'i heqim lejen e drejtimit të këtij personi? Pra mendoj që nuk është e goditur si në parim për mua. E para, e dyta, çfarë halli kemi ne se na mbarojnë pianecët? Pra pianec ka sa duash. Pra ne duhet të nxjerrim një ligj që kushdo që përdor jo në gjendje të dehur, po sa do pak alkool, duhet patjetër të hiqet leja e drejtimit përgjithmonë. Pra, njerëzit kanë dorë veten e tyre vetë, o të drejtojnë automobil, o të merr me shishën e rakisë. Këtu nuk duhet të ketë dy qëndrime. E para. E dyta, që është edhe kjo shumë e rëndësishme, që këtu nuk e përfshirë personat që janë në ndikimin e lëndë narkotike, që ne i kemi të shumt në rrugë dhe bën edhe skandalesh. Gjithta që shikoni ju, që përdredhin makinat që bëjnë zhurmë, që bëjnë kështu, gjithë janë në ndikimin e narkotikëve. Po kjo nesër pas nesër i merr jetën qytetarëve të pafajshëm. Edhe aty vetë ndoshta sepse ata njerëz janë, pavarësisht se kanë atë vezë dhe përdorin atë pije. Pra duhet që patjetër unë e mendoj të formuluar në mënyrë krejt tjetër. Pra kushdo që përdor pije alkolike sa do pak, duhet të hiqet patenta përgjithmonë. Përgjithmonë. Jo të në mënyrë të përsëritur, në mënyrë të përsëritur. Këto janë fjali pa vend që pjellin korrupsion. Duke lënë këtë evazive, pastaj lind problemi ku e si e qyshe tek. E dyta, për përdoruesit e lëndëve narkotike, duhet patjetër që jo vetëm mos jenë në ndikimin e tyre, por ata duhet kontrollojnë veten. Pra para se të hypin në një automobil, duhet shkojnë bëjnë kontroll tek mjeku, bëjnë analizë dhe duhet sepse lëndët narkotike kanë një veprim paveprues. Edhe mas 40 ditësh mund të gjesh mbetje të kanabisit në organizëm apo të lëndëve tjera narkotike të forta. Pra ndaj, ai që do të hyjë në automobil duhet të jetë me të vërtet i pastër në organizëm dhe i kthjellët të tru. Nëse nuk ndodh kjo, atëherë ne do të kemi përsëri viktima. Dhe një problem tjetër që mendoj që nuk janë thelluar në këtë problem, sepse duke lejuar ne që këta që kanë përdorim alkooli, jo që janë 0.5, por këta të tjerë që janë përdorues alkooli, atëherë ç'o ndodh? Ai përfshihet në një aksident. Por në aksident, ligji për sigurimin e detyrueshëm mjeto motorike ka të shkruar sakt. Thotë kompania siguruese nuk shlyen detyrimet ndaj personit. Të tretë, nëse drejtuesi i mjetit ka përdoruar pije alkolike, nuk thot as 1 gram, as 2 gram, as 5 gram, as 1 euro as përsëritur. Pra mund të ketë 0.2, 0.3, 0.1, po kompania siguruese nuk është shtyrë me këtë detyrim. Dhe ai detyrohet pse të ketë një përgjegjësi civile që mund të shkojë deri 200 milion lekë. Pra pse duhet i lënë në qytetarët tanë të rrezikuar? Pra ligji duhet të jetë gjithë përfshirës dhe me një vizion më të gjerë. Ndalimi i drejtimit për shoferët e rinj gjatë orarit, pra gjatë orës 24 deri në 6 të mëngjesit pa shoqërues me eksperiencë, sa mund të ndikojë realisht në uljen e numrit të aksidenteve? Po patjetër që të ndikon. Sepse brezi i ri tashmë që ka pak përvojë, ata 18 vjeçar që sapo marrin lejen e drejtimit, ata janë euforik.
për shkak se duhet të tregojnë para shokëve të tyre, para shoqeve të tyre, bëjnë demonstrime, shkojnë për pape, pinë një gjë dhe pastaj përfshin aksident. Dhe është gjuna, ne duhet i mbrojmë ata. Duke pasur një kujdestar tjetër me përvojë brenda në automobil, ai nuk e lë të gabojë. Ose po të shikoj që ai nuk e drejton dot automobilin, e merr ky dhe e drejton. Pra është shumë e domosdoshme dhe kjo ka përvojë botërore. Edhe Maqedonia që ne kemi shtet fqinje ka këtë, ka prej vitesh, nuk e ka sot, e ka prej vitesh. Pra duhet me shpejtësi, pra kodi rrugor ka nevojë për shumë rregullime të tjera. Po meqense diskutohet vetëm rregullimi një amendament në kodin rrugor vetëm për këto dy nene, unë mendoj se kjo duhet në shumë. Besoj dhe shpresoj që parlamenti duhet të rresi, duhet të bëjë një dëgjes të grupeve të interesit. Për të parë se veç mendimeve të mia, që nuk them që janë më të mira, mund të ketë shumë qytetarë tjerë që kanë mendime. Bota tashmë ka lëviz, njerëzit kanë qarkulluar në shumë shtete të botës, kanë parë shumë gjëra, dhe të gjitha këto avantazhe duhet i sjellin në parlament me qëllim që gjërat, situatat ndryshojnë. Tolerancë zero për alkoolin për shoferët e vitit të parë të patentës. A është kjo një praktike përdorur dhe në vende të tjera dhe çfarë rezultatesh ka dhënë? Po, ka shumë vende. Suedia, Norvegjia, këto kanë tolerancën zero. Nuk lejon, nuk mendohet aty që mund të pish alkool. Nuk e çon dot njëri në përmend. Pra, Anglia, gjithë këto nuk e kanë, nuk është se mund të pish ti alkool. S'ke pse pi alkool, se çhalli ke, se nuk është i lartë tensioni. Që më rritë tensioni pas të pipa këtë i lartë, edhe vdes. A ishtë çështje qefi. Pra ti po e pi për qef. Marro punën, mbyll automobilin, shkon në shtëpi në lokal ku të shkosh dhe bëj qef. Mos pi një gotë, pi shishe. Po jo të pish alkool dhe të hypesh në mjetë, se pastaj merr qaf jetën e tjerë dhe jetën tënde. Alkooli duhet të zero jo për grup moshë dhe reja, po për të gjithë ata që drejtojnë automobila. A mendoni po? Zoti Hoxha, a mendoni se Shqipëria ka infrastrukturën dhe kapacitetin për të zbatuar në mënyrë efektive të gjitha këto masa të reja, sidomos kontrollin e alkoolit dhe oraret e drejtimit? Po nuk ka asnjë lloj problemi. Po them kot që 200 vetët e parë mund t'ikin kështu si kokë pusi, sa të bëhet 200 të parë, pse nuk lëviz më njëri. Se do ta kuptoj që t'ikin patenta për gjithmonë. Nëse po ligji duhet bërë shumë i ngurtë dhe është një detyrë shumë e rëndësishme e policisë shtetit. Pse? Sepse duhet nxjerrë akte normative të tilla që mos ketë mundësi të penetrohet. Pra mos ketë mundësi polici ta manipulojë këtë dhe të sjellë korrupsion. Se po qëse polici më thotë më disi puna s'kam çfarë të bëj se kështu se ashtu, edhe merr moca lekë edhe bën sikur s'kam pirë fare, pastaj kot që bëm ligjin. Prandaj është shumë e rëndësishme aktet normative që duhet nxjerrë policia e shtetit. Duhet nxjerrë akte të tilla që t'i bllokojë këto rrugët abuzive. Pra kush bën policin të bëj policin me të vërtet, kush bën shoferin të bëj shoferin me të vërtet, kush bën ekspertin të bëj ekspertin me të vërtet, dhe vetëm kështu ne do të mund të rregullojmë se nuk ka ne problem për vështirësi kjo. Se nëse del policia natën, për pjesën e parë them që është e kuptueshme. Pra do kapet 200 vetët e parë që do të ikin patenta për gjithmonë dhe nuk e mbledhin mend njerëzit. Do ketë një tek këtu, po kështu bullallë do ketë gjithmonë. Pra nuk ka njerëz që nuk kemi kaq trima ne që të bëjmë kashillëk me shtetin. E para, e dyta për qarkullimin natën. Nuk ka asnjë lloj problemi. Del policia, bllokon her pas here në intervale. Kështu ju hej patentën për gjithmonë, po të hoqë patentën për gjithmonë nuk e drejtë ta marrësh më. Nuk bëhet llafi që mund të shkosh pas 2 vjetësh, pas jo. E humbe këtë, nuk e drejtë më ta marrësh. Dhe kjo pastaj do i bën njerëzit mbledhin mendje, sepse automobili në kohën e sotme është një domosdoshmëri. Nuk është një perceptim që e kam për qefun. Unë kam dhe kritik për qeverinë këtu. Se qeveria nuk e kupton që automobilet janë mjete pune. Për shumë po shikosh mentalitetin amerikan, pse ka karburante të lirë, se e konsideron mjet pune që çon njerëzit në punë, sjell zhvillim, lëvizja. Pak janë ata djemt e X-it Y-it që bëjnë qarkullim me kot, që vinë vërdall me makina. Pjesët e të gjithë janë hallexhit, që shkojnë punë me ato. On punë, on nga ndërtim, çfarë bëjnë ata. Pra duhet parë si mund t'i lirojmë këto automobilat që qarkullojnë sa më mirë, sa më shpejt, dhe si mund t'i pengojmë dhe t'i blokojmë këta 200-300 veta që na pinë alkool dhe na vrasin njerëz. Se 200-300 veta kanë, mos kujto se pi gjithë Shqipëria alkool. Jo kuptoj. Po ti këto 200-300 kaqësh. Sa problem serioz është përdorimi i celularit nga drejtuesit e biçikletave dhe motorëve elektrik dhe a është mjaftueshme një ndalim ligjor pa masa kontrolli?
Jo, shumë i domosdoshëm. Unë kam kritikuar gjithmonë policinë e shtetit në këtë drejtim. Policia e shtetit ka dy standarde dhe kjo është e turpshme. Pra, nëse unë kaloj me automobil dhe përdor celularin, në kap, në gjobit, bukuri. Kësa thua një rregull. Kurse ai që është me biciklet, me një dorë tek veshi, duke komunikuar, pra ai se ka sigur se unë kam me 4 rrota automobilin. Ai me 2 rrota, edhe me një dorë bicikletë dhe me një dorë celularin, pra kjo është skandal. E para, e dyta, celulari është shumë i rrezikshëm se celulari të merr mendjen. Pra, kur ti flet me dikë, me një person, nuk ka rëndësi se çfarë marrëdhënie ke me të, por kur flet me një person e ke vëmendjen të përqendruar tek ai, pra do të shohësh atë apo do të shikosh rrugën. Një nga të dyja se kjo si bën dot. Pra do shikosh rrugën, do shikosh sinjalistikën që përdor drejtuesi i mjetit që është para teje, do të shohësh një mori problemesh që ka qarkullim rrugor. Pra, ndërkohë që ai thotë, ai jep një sinjal për shumë për një gjë tjetër që s'është e nevojshme, që ti se nuk ka ndonjë problem, se ne nuk bëjmë na 600 kilometra. Ne bëjmë 10 kilometra, 2 kilometra, 7 kilometra. Marrë ato 2 kilometra që kush ka marrë, Hasani, Hyseni. Mbi telefonit Hasan çka kishe dhe mbaroi. Nuk është një gjë. Po ne kujtojmë se kemi detyrim por azile, detyrisht të hapi, jo hapë më vonë. Pra, do të rregullojmë pak formën e menduarit. Forma e menduarit do të jetë që unë nuk kam detyrim të përgjigjem ty çdo kohë. Unë marr më vonë, se unë nuk komandoj bombën atomike, që pos të dëgjova unë nuk e shkrep të bombën, ja. Unë po shkoj në punë, ti më thua më për një gjë që mund të komunikojmë edhe 10 minuta më vonë apo gjysmore më vonë. E qartë, dhe fundit, zoti Hoxha, a mendoni se këto ndryshime vinë si reagim emocional pas ngjarjeve tragjike apo janë pjesë e një strategjie afatgjatë sa i takon sigurisë rrugore? Unë mendoj se nuk ka strategji afatgjatë këtu, në këtë mes. Unë bëj mend kur kanë autobusin i marr. Gjysmë parlamentit atëherë ato gratë u veshën me zeza, qanin e lot krokodili si u shëvdek një pjesëtar i familjes. Dhe kaq, 3 ditë. Pas 3 ditësh u veshën me të kuqe dhe jeta vazhdoi normalisht. Pra ne nuk kemi akoma studime se përse ndodhin këto. Atëherë unë kam bërë një debat në televizor dhe kam thënë, ne nuk dim shkakun pse na ka rënë autobusi, që të nxjerrim ne pastaj Ministria e Infrastrukturës, sepse këtu edhe mendimit janë këtyre mbrapsht, njerëzit kuptojnë asnjë gjë, nuk kupton se sigurinë rrugore nuk e ka Ministria e Brendshme, as Policia e Shtetit. Sigurinë rrugore ka Ministria e Infrastrukturës. Ajo duhet nxjerrë aktet normative, aktet e tjera, si bëhet. Pra, ndodhe një aksident rrugor, duhet marrë dhëna, ti përpunoj këto dhëna, dhe në bas të këtyre dhëna të nxjerrë një qarkore, po ilustroj me një shembull. Pra, ky automobili që ra në lushnje, kishte gomat e tej konsumuara, kishte pak lagësi, kur frenoi rrshitje dhe ra në kanal. Atëherë i kontrolluam gomat. Gomat dolën që kishin 97% kauçuk. Pra gomat janë një cilësie. Ishin të konsumuara, përrredhoi automobili urrëzua. Okej. Dhe në kontrollin që u bë në servisin që ai kishte kryer kontrollin, kishte bërë riparimet e tij, servisi nuk është i certifikuar, nuk ka cilësi, punojësit pa kualifikuar etj. Atëherë, bën një qarkore kjo Ministria e Infrastrukturës ku thotë serviset bën në këtë mënyrë, kjo të bën në këtë mënyrë, kjo bë kushte. Dhe inspektoratit ta kontrollojnë, këtë shkojnë e kontrollojnë, a janë, a janë, dhe shtrëngohet kjo punë dhe serviset bën rregull. Ai që ka sjell gomat, firma Shkopi që ka sjell gomat e në standardin, kështu, shkon atje e gjen datën kur i ka futur, datën 25 korrik, 25 korrik, kush ka qenë doganieri, filani, pse i ka futur errësirësie, se është shpërdorim detyrë. Pra, ne kemi pas një nen para vitit 90, nen e sabotimit. Ai është sabotim transport, se vdesin njerëz. Pra, ky doganieri duket sikur është e që mbledh lekët. Po mbledh sa lek për vete ky, pra duhet parë një herë. Pse hyn këto goma e standardit? Pse është ky servis në këtë gjendje? Kush përgjigjet për serviset? Hasani. Thërrët Hasani pse janë serviset në këtë mënyrë? Nëse bën gjitha këto shtrëngojnë vit mas vite, shtrëngojnë vitet njëra tjetrën. Dhe ne na bie numri, pra heqim patente për gjithmonë pianezëve, heqim, rregullojmë orarin e këtyre, rregullojmë serviset, rregullojmë mallat që hyn nga jashtë këtu, pra nuk mund të fusësh ti mallat çfarë duash, që janë premisa për aksident. Këtu ka plot probleme, po unë nuk do të them të gjitha se ka çdo kohë. Pa ka shumë gjëra që ne duhet të shohim. Pra ka nevojë për një tru në Ministrinë e Infrastrukturës, që nuk është ai tru në Ministrinë e Infrastrukturës, aty janë vetëm 2 persona,
ka qenë paracakosh, se tash kohë të fundit s'kan vajtur, dhe edhe ata më duket se s'kan marrë shkollë për automobila, duket se kanë marrë dek makineri. Pra duhet dy që janë rrafur me punën, që kanë mbi 10 vjet përvojë në servise, apo kanë mbi 10 vjet përvojë në një shoqëri të madhe transporti, që kanë parë këto element, që i kanë ndeshur këto, që t'japin një mendim të kualifikuar, të specializuar dhe të kenë njohuri të posaçme. Vetëm kështu do vjet lëvizje, administrata do të shërbojë njëri tjetrin. Faleminderit zoti Hoxha që ishit me lajmet në MCN. Faleminderit juve.